në një hall të madh. Në rast se nuk e zgjidhin me një konflikt, tu kujdes, me një konflikt artificial të brendshëm, tani histori tjetër, skenarin t'i bën vetë, se komunistët të bën mirë skenarin. Dhe në një mënyrë që të japë dhe të përcjellë një mesazh përçarje brenda, pra duhet shpik një armik për në vjesht. Po, edhe kjo, shiko tani, një krizë e provokuar e brendshme, po edhe e kontrolluar, e shkon skenarin. E kupton tani, pra do të thotë, Partia Socialiste... Diçka si në rastin Blushi. Po, ajo mendimi ndryshe. Duhet një LMN. Bravo, duhet tani, Partia Socialiste duhet të shpiki vetveten e provokuar nga krizat të brendshme, sepse ka qenë e qetë. Dhe grupi Veliaj duhet të jetë më i zgjuar, pra duhet veproj dhe mos të flej ashtu siç ka fletur në këto zgjedhje. Grupi Veliaj gaboi që nuk bëri pakt me Sali Berishën. Veliaj e ke në burg. Model. Për herë të parë në historinë juridike shqiptare, prokurorët janë sulur tek pandeuri brenda në burg në mënyrë kaq shumë të dhunshme dhe në shërbim të partisë politike, Partisë Socialiste. Pra, Ilir Meta, Erion Veliaj, që vin nga radhët e Majtës, tani Majtës, vin nga radhët e Partisë Socialiste, janë goditur nga partia e tyre. Pra Partia Socialiste. Avokat, drejtësia. Edhe Berisha ka qenë ish sekretar të 3 majtës. Jo, një sekond. Berisha po, ish sekretar, më fal tani. Ju mendoni që gjithë klasa jonë politike nuk ka lidhje me komunizmin? Po më fal, prindrit tanë kanë lidhje me komunizmin, se kanë jetuar në kohë komunizmi. Pra, nuk mund të më bësh, më dëgjoj pak. Vdekja e Kalit, avokat, vdekja e Kalit. Tani, unë po të them këtë gjë. Nuk mundet të më thuash që ne kemi një pjesë të politikës tonë që nuk ka lidhje me komunizmin dhe të tjerët kanë lidhje. E gjithë klasa jonë politike ka lidhje me komunizmin. Brezi im dhe ato të cilët do vinë pra pas 90-s, normalisht nuk kanë lidhje në kuptimin që të i kenë jetuar, po kanë dëgjuar. Ne kemi dëgjuar. Ne akoma në thënë në 2025 dhe këtu thonë në 2027 në mbyll kapitujt për Bashkimin Evropian. Më falë, për Bashkimin Evropian në shkosh të thosh nuk shton. A kupton tani? Avokat, çfarë po ndodh? Duket se ka disa zhvillime që lën hapësirë tek për interpretim mister tek rasti Metës. Dosja çohet mbyllen hetimet, çohet në gjyq. Meta ndryshon avokatin, nuk kemi reagim nga Gjokutaj. Avokati i nderuari zoti Kujtim Takrani ka deklaruar që zoti Gjokutaj, kolegu miku i tij, ka edhe dosjen e Berishës, por ju shikoni që ka diçka që nuk shkon aty. Pra, një kthesë e papritur, çfarë mund të hasim aty? Çfarë mund ndodh? Ose çfarë mund të ketë ndodhur që na sovën këto zhvillime të shpejta? Atëre, e marrim me radhë, duke falenderuar Plepat 2 që më japin kaq shumë material juridik, duke komentuar juridikisht, jo politikisht, juridikisht, por duke përfshi politikën duke e nënvizuar. 1. Zoti Meta u arrestuar në 21 tetor 2024. Prokuroria e posaçme Plepat 2 duhet të kishte mbaruar hetimin nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars dhe PRI. Po s'është një vit pastaj shtyp. Jo, 6, po le, se janë Plepagji ata din më shumë ç'a bën, partia, rroth partia. Dhe në datën 21 prill 2025
në zbatim të kodit të procedurës penale neni 34 mos gaboj, njoftimi dhe përfundimi i hetimeve dhe të akuzës, Zoti Meta duhet të shkonte me datën 21, 20, 19, 10 dhe t'u njoftonte. Plepa 2 jeni të shkëlqyer. Ju falenderoj për mënyrën se si veproni. Duhet dhe shkosh pasi ka kalu zgjedhjet dhe të bësh njoftimin show mediatik. Do të thotë që ka gjëra që nuk më shkojnë mirë. Një kjo. Pra, afati 6 mujor ka ikur, ka përfunduar. Pra, njoftimi i akuzës dhe përfundimi i hetimeve ka kaluar te afatit. Kjo për mua nuk është pavlefshmëri absolute, por kjo për mua është ndikim politik. Edhe arrestimi i Metës, edhe përfundimi i hetimeve, që bëhet një muaj pas zgjedhjeve, ku ndërkohë duhet të shërbëhet deri me datën 21 prill. Kjo çfarë tregues është? Rikthehemi në ato çfarë kemi thënë, kur kemi thënë fjalën e famshme për mua Meta situatën e tij çelsat në det. Tani kush do shkojë ti marrë? Zoti Cagrani? Nuk e di. Drejtësia e pavarur e paanshme Donald Jurikim, nuk e di. Irena Gjoka, nuk e di. Prandaj, duke parë situatën e Zotit Meta, u mendoj që edhe ndryshimi i avokatit nuk është ndonjë problem, nuk është ndonjë gabim, madje është gjë pozitive sepse mund të ketë 1, 2, 3 një grup avokatës të cilët mund të jenë mbrapa Zotit Cagrani, kjo nuk dihet. Zoti Gjokutaj normalisht për mendimin tim në rastin Meta ka bërë gabime procedurale, por edhe gabime strategjisë së mbrojtjes. Pse e them këtë? Sepse Zoti Meta, pavarësisht çfarë deklaratash bënte për Zotin Dumani, duhet mos të kishte bërë deklarata të tilla që mos të përfundonte në burg, sepse Zoti Dumani, Zoti Meta nuk do ta çonte në burg. Por mënyra se si Zoti Meta u këshilluar në mënyrë të qëllimshme të gabuar që të përfundonte në burg, ishte një ndihmës që Zoti Meta mos ishte një person që i pengonte ose i prishte punë Zotit Ramës. Avokat, tek një postim i Metës që ka bërë këto 2-3 ditë e fundit, ka folur për emra që sipas tij e kanë bërë lobimin dhe ai nuk dinte gjë. Kjo së pari mund të qëndrojë si logjikë që të bëj lobimin antarët sekretari, pra zyrtarët partisë. Shiko, që mos di gjë së pari dhe së dyti me atë akuzë ndaj atyre, mos ka implikuar dhe veten? Apo e kam dëgjuar gabim? Me unë ashtu si flas me shembuj të thjeshta. Zotri, të jap unë ty tani 10.000 euro dhe të them, do më bësh këtë punë dhe ti jap këto 10.000 euro dhe ti bën një pjesë të punës, po nuk vazhdon dot. E mirë, të them unë, pastaj unë dua të prish kontratën me ty, shkoj tek noteri apo bëj njoftim aty ku duhet dhe them kontrata ime me ty është prishur. Tani më fal, pse ti don të keqpërdorësh kontratën që ke bërë me mua dhe të përfitosh gjëra të tjera? Ti merr emrin tim edhe lançon djathtas majtas. Nga ku do ta di unë çfarë bën ti me emrin tim? Ku kam anulluar kontratën me ty? Kam përgjegjësi unë ty pse ti ke lajthitur? Edhe merr emrin tim edhe e çon djathtas majtas? Ma thua më për popullin? Një kjo. 2. Dhe di çfarë ndodh me avokatëve? Ndodh kjo. Familjarët për me ja fut njëri tjetrit, më fal për shprehje, por kjo është e vërtetë se na ndodh shpesh herë. Vjen te avokati thotë sipas ligjit është kjo është kosto, a kështu shkon. Çfarë bën familjari për të përfituar njëri nga brenda që është pak më i zgjut me thënjza? Fola me avokatin, do të paguaj prokurorin 10.000 euro, merr telefon ai, e kupton, 10.000 euro, 30.000 euro, avokati shkret as 10.000 as 30.000 i shkreti. Më kupton? Asgjë. Nuk ka thënë. Dela i nga zyra edhe thot budalliqe, mëso avokati pas një kohë, çka kam bërë? Jo, më nuk kam thënë këtë gjë.
Pa karë, ke mbaru punë mua, po. S'është e vërtet kjo gjë. Tani, nga do ta di avokati që ai që e ka ardhur te zyra vet, ka dalë nga zyra edhe ka fol budalliqi që me avokatin nuk e ka folur? Ka mundsi avokati ta ndaloj budallajin? Nuk e ndalon. Vetëm te pesa e çon edhe e mbyll, ose e çon në grop. Po tani te pesa mund shkojnë, grop shkon sepse nuk bëhet vrasës avokati për budallaj. Pra Meta s'ka dini. Një sekond të shpjegoj. Këto janë dy rastet. Rasti tjetër, flasin në komunikime në EncroChat. Janë prova këto? Jo, sepse prova duhet të jetë e lidhur me njëra tjetrën. Mund të mbetet si indicie, po jo provë. Për statistik gjitha këto që unë përmenda, i bëm statistik. Çfarë? Procedojmë penalisht, dali ku dali s'na intereson. Po kjo nuk quhet drejtësi. Nuk quhet drejtësi që fusim Metën në burg, fusim Erion Velin në burg, fusim Sali Berishën në burg, fusim edhe Edi Ramën në burg një ditë. Për statistik. Jo, nuk jam dakord kësaj gjëje unë. Unë kam thënë, po, merre stilolapsin, aty e ka në dorë dhe arrestoje. Po në flagrant zotri, jo kanë kalu 300.000 vite, rasti Metës se kishte kallëzimin penal në 2020 dhe u mendua të bëj procedimin në 2021, në 2024, ku presidenti Meta kishte zbritur nga presidenca e Republikës, edhe po president partie. Në këto shembuj tregohet qartë se si njerëzit besojnë një drejtësi e cila është e kapur zotri. Spaku është i kapur, nuk është i pavarur zotri. Spaku nuk bën atë që duhet të bëj detyrën. Spaku ç'a bën? Ka mund më dhe për Edi Ramën? Them, burg Edi Rama është hajdut sepse gjithë anëtarët e bandës së vet janë fut në burg. Do ju zhgënjej pas pak ditësh me urdhër arrestet për krime zgjedhore, siç po flitet. Për le tani të budalliqe janë. Dëgjoj mua tani. Knaqem unë, futet në burg për Edi Rama. Knaqem unë si mi let. Po e fusin për gjë tjerë.